Luftanijet amerikane dhe kineze përballë njëra tjetrës në det, duke përdorur çdo armë të mundshme, nga topat, raketet, silurët e deri tek lazerët. Avion luftarak rus dhe amerikan që përplasen në ajër me dron robotik të cilët fluturojnë si të jenë krahët e tyre. Hakerët në Shanghai dhe Silicon Valley kanë këndin e vet të betejës digjitale, dhe në botën e sotme nuk është çudi që luftimet në hapësirën e jashtme të vendosin se kush fiton në terren. A janë këto skena nga një roman fantashkencë apo diçka që së shpejti mund të ndodhë edhe në realitet? Përgjigja, si shkruan Time, është të dyja. Konfliktet e fuqive të mëdha përvijuan shekullin e 20, dy luftra botërore morën 10 miliona jetë, dhe lufta e ftohtë që pasoi formosoi gjithçka nga gjeopolitika e deri tek sporti. Megjithatë, në fillim të shekullit të 21, frika gjithnjë e pranishme e luftës së tretë botërore u duk se ishte hedhur pas krave. Tani ky rrezik që shumë menduan se kishte mbetur përgjithmonë pjesë së shkuarës, po bën një rikthim të errët. Pushtimi i tokave ukrainase nga Rusia dhe fluturimet e vazhdueshme të avionëve bombardues, të zbukuruar me yje të kuq që kontrollojnë kufijtë e Europës, e kanë vënë NATO në nivelet më të larta të gatishmërisë, që nga mesi i viteve 1980 në paqësor, SBA-ja dhe një Kinë e fuqishme dhe e sigurt në vetvete janë përfshirë në një garë masive armatimi. Kina ka ndërtuar më shumë anije luftarake dhe avion luftarak se çdo kombë tjetër gjatë viteve të fundit, ndërsa Pentagoni sapo njoftoi një strategji për ta kompensuar atë me një gjeneratër e armësh të teknologjisë së lartë. Në të vërtetë, ka të ngjarë që hakimi i fundit i pretenduarit të dhënave federale në zyrën e menaxhimit të personelit nga ana e Pekinit mund të mos ketë qenë thjesht çështja e një krimi të zakonshëm kibernetik, por një rast klasik i asaj që njihet si përgatitje për fushën reale të betejës, çka bëhet përmes sigurimit të qasjes tek bazat e të dhënave qeveritare dhe atyre personale të individëve. Frika është se lufta e ftohtë e shekullit të 21 e SBA-s me Kinën dhe Rusinë në një moment të caktuar mund të nxehet. Një konflikt SBA-Kinë është i pashmangshëm, paralajmëroi gazeta zyrtare e Partisë Komuniste Popullore Kineze pas përplasjeve të fundit ushtarake mbi të drejtat e kalimit dhe ishujt artificial të ndërtuar në territor të diskutueshëm ujor. Një sondazh i vitit 2014 nga qendra Perth, SBA-Azi, zbuloi se 74% e kinezëve janë të bindur se ushtria e tyre mund ta fitonte luftën me Shtetet e Bashkuara, dhe shumë oficer kinezë kanë filluar të ankohen me zë të lartë për atë që ata e quajnë sëmundje paqeje, e që është termi atyre që nuk kanë shërbyer kurrë në luftime. Ka shumë mënyra se si mund të nisë një luftë. Njëra luftë botërore shpërtheu prej veprimeve të qëllimshme. Tjetra ishte një krizë që doli jashtë kontrollit. Në të ardhmen konflikti mund të ndizet edhe aksidentalisht, si për shembull nga dy anije luftarake kundërshtare që përballen pranë një zone e cila nuk është shënuar me asnjë tabel detare. Për momentin, sidoqoftë, potencialin më të madh për shpërthimin e një lufte të tretë botërore e ka situata e Ukrainës. Paqëndrueshmëria po rritet, lufta hibride e Putinit në Europë po nxehet dhe nga frika e përshkallëzimit, ne vetë kemi inkurajuar për hapjen globale bërthamore. Ka aktivitete njerëzore në të cilat të dyja palët mund të fitojnë. Lufta nuk është një prej tyre. Këtë luftë e fiton ose Ukraina ose Rusia. Ish-ministri i jashtëm Ukrainës, Dmytro Kuleba, e tha trotë se nëse trajektoria aktuale nuk ndryshon, ne do ta humbim këtë luftë. Në sondazhin që Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë së Kievit ndau me Timothy Garton Ash nga European Council on Foreign Relations,
Ukrainasve u kërkohet të tregonin nëse për t'i dhënë fund luftës ata do të pranonin edhe pse me vështirësi rindërtimin ekonomik dhe antarësimin në BE dhe NATO në këmbim të lëshimit të territorit aktual të pretenduar nga pala tjetër. Vetëm në 6 muajt e fundit, përqindja e atyre që përgjigjen po është rritur nga 47 në 64%. Për të arritur këtë rezultat me Donald Trumpin në shtëpinë e bardhë, që kërkon fundin e luftës, do të nevojitet një koalicion evropian i gatshëm për të marrë angazhime sigurie të një madhësie dhe guxime të paparë deri më tani. Ekziston një mirëkuptim në rritje për këtë mes liderëve evropian, megjithatë politika demokratike në shumicën e vendeve evropiane nuk ja lejon atyre fuqinë reale për të vënë në zbatim një gjë të tillë. Por ndërsa mund të duhen shumë përpjekje dhe mjaft kohë për të bindur europianët të mbështesin politikat e nevojshme, por edhe për të kuptuar pasojat se çfarë ndodh nëse i shkojnë deri në fund rrugës së qendresës, nuk mund të shmanget edhe një pyetje të cilën padyshim shumë do të preferonin të mos shtrohej fare. Çfarë ndodh nëse në fakt është Rusia që e fiton luftën? Nëse Rusia fiton luftën, realisht duhet të presim pasojat e mëposhtme për Ukrainën, Europën, SBA-n dhe paqen botërore. Ukraina do të mposhtej, do të ndahej, do të demoralizojë dhe do të shpopullojë. Parat nuk do të shkonin tek rindërtimi i vendit, i cili do të braktisej nga ana tjetër, nga një valë tjetër njerëzish. Politika do të bëhej e pangopur me një prirje të fortë antiperëndimore. Do të shfaqeshin mundësi të reja për dezinformimin rus dhe destabilizimin politik. Reformat e nevojshme do të ngecin. Europa në tërësi do të shihte një përshkallëzim të luftës hibride që Rusia tashmë po zhvillon kundër saj, e që kryesisht nuk është vënë re nga shumica e europianëve në perëndim. Fakti është ama që nuk kalon asnjë javë pa ndonjë incident. Një destroyer rus hap zjarr ndaj një helikopteri ushtarak gjerman, pako postare shpërthejnë. Kemi sabotim të kurudhave franceze, një zjarrvënie në një biznes në pronësitë e Ukrainës në lindje të Londrës. Kablot në ujore në detin Baltik priten. Ekziston një kërcënim i besueshëm me vdekjen e një prodhuesi gjerman të armëve. Jo për të gjitha origjina mund të gjurmohet përfundimisht në Moskë. Është e vërtetë, por gjasat që pas këtyre episodeve të qëndroi Rusia janë të jetë të mëdha. Por si mund të ndodh një fitore e Rusisë? Në kontekstin e përkufizimit në vetvete, një triumf i Moskës nuk nënkupton domosdoshmërisht një dominim global. Së pari, ai do të thotë mbijetesë e shtetit dhe lidershipit rus, përfitime gjeostrategjike, dobësimi i NATO-s ose i perëndimit, kontroll mbi disa rajone kyçe si Europa Lindore, Arktiku apo pjesë të Azisë, dhe njohje e Rusisë si fuqi e nivelit të lartë në një rend të ri global shumë polar. 5 janë sipas analistëve skenaret e gjasave të një triumfi të Rusisë. Skenari i parë është krisja e NATO-s nga brenda, që mund të vijë si rrjedhojë e një rritje të lëvizjeve populiste apo izolacioniste në vendet kyçe të aleancës, si SBA-ja, Franca ose Gjermania. Duke shkaktuar atje një paralizë politike apo tërheqje nga angazhimet jashtëkufive. Po kështu dezinformimi, krizat ekonomike dhe lodhja nga lufta mund t'i ashpërsojnë ndasitë e brendshme. Edhe në këtë skenar, teksa NATO-ja dështon të paraqesë një front të unifikuar, vendet e Europës Lindore mbeten të pambrojtura. Moska shfrytëzon ndasitë dhe shtrin influencën e saj në rrafshin politik, ekonomik dhe ushtarak, pa u përballur me një përgjigje të plot goditëse të perëndimit. Skenari i dytë. Rusia ndërmerr një sulm të koordinuar kibernetik ndaj infrastrukturës perëndimore, rrjeteve të energjisë, sistemeve financiare, komunikimit. Në të njëjtën kohë, rusët përdorin armë antisatelitore për të verbuar koordinimin e NATO-s.
përrjedhoi, perëndimi u humbet aftësitë kryesore të komandës dhe kontrollit dhe shpërthen kaosi. Rusia, që nga ana e saj ka më pak varësi nga infrastruktura digjitale, mund të mobilizohet në mënyrë më efikase në një kohë kur vendet e tjera janë ende duke u përpjekur të marrin veten nga shoku. Skenari i tretë është ai një aleancë të fuqishme strategjike Kinë-Rusi, që i kundërvihet perëndimit. Dy vendet bashkojnë forcat dhe koordinojnë mes tyre fushatat ekonomike dhe ushtarake. Kina në rajonin e Azi Pajsorit, Rusia në Europë. Vendet e BRICS-it i mbështesin ekonomikisht dhe SBA-ja është e detyruar kështu ta ndajë vëmendjen e saj në dy rajone të mëdha. Në këtë mënyrë, Moska siguron qëllimet e veta në kontinentin e vjetër, ndërsa Pekini dominon Azin. Një rend i ri botror shumë polar zëvendëson hegemoninë e drejtuar nga SBA-ja. Skenari i katërt është ai më friksuesi. Rusia përdor armë taktike bërthamore në një konflikt rajonal, i cili me shumë gjaz do të zhvillohet në Europën lindore. Moska do të tentojë në këtë mënyrë ta çojë kundërshtarin drejt pranimit të armëpushimit apo edhe kapitullimit, duke u mbështetur tek bindja që perëndimi nuk do të guxojë të hakmerret duke përdorur edhe ai armë nukleare. Në këtë rast, vendet perëndimore, nga frika e përshkallëzimit të situatës drejt rrëshqitjes në një konflikt të plot atomik, do të insistojnë për kompromis diplomatik. Rusia siguron territore dhe status, duke dëshmuar se ishte e gatshme të shkonte më larg se kushdo tjetër. Skenari 5, kolapsi ekonomik i perëndimit, që parashikon një përplasje të madhe financiare, krizë energjetike apo trazira sociale, të cilat do psojnë ndjeshëm ekonomitë perëndimore. Rusia pasi ka arritur të krijojë për veten e saj një qëndrueshmëri ekonomike përmes kontrollit të burimeve, energjisë apo ushqimit, si dhe aleancave me Kinën dhe Indin, e përballon këtë stuhi më mirë se të tjerët. Në këtë rast, vendet perëndimore konsiderohet se janë shumë të paqëndrueshme për ta zgjatur luftën për një kohë të gjatë. Rusia mbijeton, forcon lidhjet me jugun e globit dhe riformëzon normat ndërkombëtare. Në fund, megjithatë, të gjithë këta skenar janë hipotetik. Rusia nuk e mposh dot NATO në një përballje të plot direkte, dhe me këtë pohim pajtohen shumë analistë ushtarak. NATO-ja vazhdon të mbetet më e fuqishme ushtarakisht, ekonomikisht dhe në rrafshin teknologjik. Megjithatë, në fund Rusisë edhe mund të mos i duhet të fitojë mirëfilli. Asaj mbase thjesht mund t'i mjaftojë që të shkaktojë mjaftueshëm kaos sa për të përçarë aleancën dhe për ta detyruar atë të pranojë kufijnë të ri. Dhe duket se kjo është pika e dobët e fuqive perëndimore. Rusinë e bën të rrezikshme fakti që është e gatshme t'i hyjë edhe një loje të pisët, lojë kjo të cilën pjesa më e madhe e demokracive të konsoliduara priren ta shmangin. Предлагаем создать новую инвестиционную платформу BRICS, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик.